Banorët e fshatit Zbojq në Maliq prej vitesh vojnë mungesën e investimeve në infrastrukturën rrugore dhe në rrjetin ujësillës. Banorët thonë se rrugët janë të amortizuara, ku gjatë ditëve me reshje lëvizja vështirësohet për shkak të gropave me ujë e balt, ndërsa në verë nga thatësira pluhuri mbulon zonën. Rruga këtu se neve i lajmë robet, i ndejmë në gardit, vjen makina që sipër dhe që poshtë, neve na behen robet prapë larë. I ndroj fëmijët, se ben kokë e kem balt kur e shkoj e keqe. Është rruga shuk këtu e del në gjatë dit, është bet skëtet. Shumë na i vështirëson jetesën. Se lozin fëmija, kaloj makina, bën tymë. Familja ku janë makina kalon këtu, nuk çan kokë njëri fare për neve. Banorët shprehin shqetësimin se ura mbi lumin Devoll është pa mbrojtëse anësore, duke rrezikuar jetën e kalimtarëve. Një tjetër problematik që ngren banorët e Zbojqit është mungesa e ujit. Ata thonë se janë detyruar që ujin e pishëm ta blejnë, kurse për nevojat shtëpiake përdorin ujin e lumit. Ujë të pishëm fare. Ja, në tylbet e lartë bushim. Do vem në Maliq ose në Lozan, sa i s'përdore për tëra gjerat, vetëm për të pirë më bushim. Vjen i ndotur, me erë, s'kemi ujë për të piriq, edhe atë që pim, o zoti masoj. Prandaj e mbush në pikët unë, rrjedh pika, po rashi i laj robet, po s'rashi unë nuk i laj robet. Banorët e fshatit i bëjnë thirrje Bashkisë së Maliqit dhe institucionit ujësillësit të marrin masa për zgjidhjen e këtyre problematikave.